Profesor Qeku, për ta vazhduar dhe pak dimensionin e sigurisë, si e shpjegoni ju këtë agresivitet të presidentit të Serbisë ndaj kësaj aleance treshe? Si një gazetar me eksperiencë që e ndjek Ballkanin prej afro 35 vjetësh, nuk po kalon javë që ai nuk i adresohet në mënyrë të drejt për drejt kësaj aleance, duke i quajtur madje dhe aleancë sulmuese dhe duke krijuar trysnin brenda vendit që ne nevojitet një armatosje maksimale dhe një përgatitje maksimale ushtarake, duke krijuar ndoshta ose duke risjell edhe trajnimin e të rinjve për duke krijuar psikozën e luftës. Është një narrativ e pritshme nga presidenti Vučić dhe zyrtarët e shtetit të Serbisë. Kjo është një politikë e vazhdueshme që na sillet karshi e Kosovës nga ana e Serbisë, e kjo aq më tepër theksohet kur Kosova bashkëpunon me Shqipërinë dhe Kroacinë, tradicionalisht një vend mik për Kosovën Kroacia. Për Shqipërinë është tepër të thuhet raportet çfarë janë raporte më tepër se miqësore, janë raporte vllazërore. Dhe Vučići e shpef në radhë parë shef dhe si kërcënim bashkëpunimin e këtyre tri shteteve, gjithashtu bën presion politik në Serbi. Siç e dim, në Serbi vazhdojnë protestat masive, që sa vite dhe shteti është para një kolapsi nga protestat masive të studentëve në Serbi dhe presionit që i bëhet regjimit të Vučićit. Dhe kjo ndjenja e nacionalizmit anti-Kosovë, anti-Kroaci, si përdoret nga Vučići për të ulur gjakra dhe për të ulur në mënyrë protesta, duke ju shitur atë që ne po rrezikohemi nga aleanca trepalçe Kroaci, Kosovë, Shqipëri, ndërkohë që ju po kërkoni çështje shumë të thjeshta që nuk janë më rëndësie nga aspekti gjeopolitik apo i sigurisë. Gjithashtu Vučići bën presion tek bashkia ndërkombëtare, me këtë bën presion te bashkia ndërkombëtare dhe sa që Vučići nxehtë apo zyrtarët serb kanë kështu një dozë tensioni karshi këtë çështje, ata kërkojnë të përfituar diçka nga Bashkimi Evropian dhe nga bashkia ndërkombëtare. Çdo herë pra i munduar ta përdorin edhe çështjet e kthimit të rendit të sigurisë në veriun e Kosovës si favor për ta në raport të bashkinë ndërkombëtare, që bashkia ndërkombëtare me reagu ashpër ndaj Kosovës, se gjëja Kosova po ushtron dhunë ndaj pakicës serbe në Kosovë dhe po ndodhe largimi masiv i serbëve të Kosovës. Pra kjo është një narrativ e përhershme pothuajse e politikës zyrtare serbe, as më tepër kur përdoret nga ne si Aleksandar Vučić, i cili njihet që nga lutjet e viteve 90-ta, ka qenë antar i Partisë Radikale Serbe, ka qenë ministër i Miloševićit vitet 90-ta gjatë kohës së luftës në Bosnjë, ka të dhëna që ai vetë drejt për drejt ka marrë pjesë në luftën në Bosnjë. Dhe natyrisht njëri i tillë nuk pritet që të ketë konstruktivitet, ta kuptoj realitetin i cili tashmë ekziston në Ballkan dhe gjeopolitikën e Ballkanit dhe të punojë në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe prosperitet. Por ai e përdor narrativen anti-Kosovë dhe Kroaci, sidomos që me nxit masat brenda vendit të tij dhe me ul gjakrat e protestave që po ndodhin që sa vite në Serbi. Gjithashtu, këtu vjen shprehje edhe zgjedhjet sa të janë gjatë këtij viti. Në Serbi gjatë këtij viti, dhe kjo narrativ gjithashtu do t'i shërbejë atinaj që me fitu përsëri zgjedhjet, sepse siç dihet Vučići përveç që e ka gjithë pushtetin në dorë, krejt aparatin dhe instrumentet e pushtetin në dorë, ai udhëheq edhe në parapolitikën dhe krimin organizuar. Përmes vllaut të tij ai është i lidhur shumë edhe me segmentet e krimit të organizuar, i cili është zakonisht shumë i fuqishëm në Serbi. Pra paraja e për krim të organizuar mund të përdoret shumë për blerje votës, për shantazhe, për blerje politike dhe presione ndryshme ndaj qytetarëve që gjithashtu nuk janë. Ekonomia e Serbisë nuk është në gjendje aq stabile sa mendohet apo mund të ketë Serbia.